Atëherë, raporti që përmendëm është kontribut jo vetëm i SPAK-ut, por edhe dy institucioneve të tjera. SPAK-u ka mbaruar pjesën e vet si kontribut për këtë raport. Nga komunikimet që ne kemi nga institucionet e tjera, mendojmë që do të jetë i gatshëm produkti brenda datës 30 shtator të vitit 2026. Për sa i përket Task Forces. Task Force ishte një organizim i brendshëm i SPAK-ut me prokurorët dhe me hetuesit e Byros Kombëtare të Hetimit. Në Task Force nuk u përfshin autoritetet të tjera. Kur thash që kur përmenda dhe propozova që protokolli bashkëpunimit midis institucioneve duhet të jetë më i gjatë, e kam fjalën për marrëveshjet dhe marrëdhëniet ndërinstitucionale midis SPAK-ut dhe KQZ-s dhe prokurisë së përgjithshme, por duke përfshirë dhe institucione të tjera. Për këtë të dytën e kisha fjalën kur bëra propozimin për katës.